Të ndërrojmë miq, përshëndetje, mirë se takohemi sërish në Kjo është koha, erdhi momenti i veçantë të flasim për muajin e Ramazanit dhe ndoshta jemi në Ramazanit, jemi në 10 net e fundit ku këto mund të jenë dhe minutat e natës Kadrit, duke qenë se në këto 10 netësh ndodhet nata e Kadrit. Këto 10 net janë speciale brenda këtij muaji. Përkushtimi i besimtarëve muslimanë është i ndryshëm në këtë muaj, është më i madh, entuziazmi është më i madh dhe raporti i tyre me adhurimin, me lutjen, me Kur'anin janë gjithashtu ndryshe. Po për të orientuar dhe për të mësuar më tepër se çfarë duhet të bëjmë në këto 10 net, se çfarë vlera dhe çfarë rëndësie kanë këto 10 net, ne kemi sot hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja, i cili do të jap orientimet dhe shpjegimet e tij mbi vlerën e këtyre 10 netve. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Hoxh, sapo kemi hyrë në 10 net e fundit të muajit Ramazanit, ku në to është dhe nata e Kadrit. Përse ka një vlerë të veçantë këto 10 net, si duhet mobilizohemi përballë këtyre 10 netve dhe çfarë raporti duhet të ndërtojmë me Ramazanin brenda Ramazanit? Ne kemi thënë qysh në fillim që Ramazani është një garë e madhe ku njerëzit, domethënë, mundohen të fitojnë sa më shumë, domethënë të fitojnë mirësitë e Zotit, mëshirën e Zotit, kënaqësinë e Zotit, begatitë e Zotit. Është muaj më i zgjedhur i Zotit, muaj i zbritjes së shpalljes qiellore, muaj i xhenetit, muaj i mëshirës pafund të Allahut, dhe njerëzit me ditën e parë të Ramazanit fillojnë një garë të madhe ku gjithsecili prej nesh shpreson që të arrijë qëllimin. Qëllimi është të jemi më të devotshëm, më të përkushtuar, më të ndërgjegjshëm, të arrijmë kënaqësinë e Zotit. Ky është qëllimi kryesor. Mirë, po ne nuk do të harrojmë faktin që Ramazani është një muaj, pra nuk është si për shembull le të themi namazi i drekës që zgjat 5 minuta, ose nuk është për shembull si namazi i xumas që zgjat 1 orë. Ramazani është ose si umreja, le të themi, që zgjat disa orë ose gjysmë dite. Ramazani është proces më i gjatë. Ramazani është proces më i gjatë dhe është normale që njeriu e merr ndoshta edhe me shumë entuziazëm dhe emocion në fillim, dhe vjen një moment që njeriu, si më thon, edhe normalizohet dhe i bëhet si tradit. Pikërisht i madhi Zot, Allahu xhallal xhelalu, në mënyrë që ky adhurim mos të kalojë në një ftohje apo në një, le të themi, tradit brenda adhurimit, ka lënë fundin e tij si momentin më të rëndësishëm, siç ndodh në çdo garë, siç ndodh në çdo, për shembull, le të themi, është një maraton. Maratoni do ta çosh deri në fund. Pra nëse dikush e nis maratonën dhe le të themi në një maraton 5 kilometrash, nëse në kilometrin e parë dorëzohet, thjesht quhet pjesëmarrës, po nuk merr asgjë. Në të dytin, në të tretin, derisa të shkojë tek i 5, derisa të shkojë në fund. I madhi Zot ka dashur që muaji Ramazanit ta ketë pikërisht thesarin e vet, ta ketë në fundin e tij. Mirësinë e vet ta ketë pikërisht në fundin e tij, që nëse le të themi trupi i njeriu apo njeriu në ato fillimet e veta fillon dhe pson, le të themi, një lloj rënje, kuptojë se ka diçka që po e pret dhe më e rëndësishme ka ngelur në fund. Për këtë 10 ditësh faktikisht ka folur Zoti në Kur'an vet, është betuar i madhi Zot për këtë 10 ditësh në Kur'an. Është betuar për netet e tij dhe është betuar për ditët e tij. Pra 10 ditëshi. 10 ditëshi nuk kupton 10 netëshin e fundit të Ramazanit dhe nuk kupton 10 ditëshin e parë të muajit Dhulhixhe. Si më thon, netët më të mira të vitit janë ky 10 netësh i fundit të Ramazanit si net, ndërsa 10 ditët më të mira të vitit janë 10 ditët para Kurban Bayramit. Ato quhen 10 ditësh i Dhulhixhes, ndërsa këto quhen 10 netësh i fundit i Ramazanit. Pse kanë vlerë të veçantë? Vetëm ne mendojmë faktin që në këtë 10 netësh Zoti ka lënë natën e Kadrit, do të ishte më së mjaftueshme që njeriu të rikthehen edhe një herë forcat dhe energjitë, të ndezë edhe ato motorët në mënyrë që ta mbylli me mirësi. Pse ta mbylli me mirësi? Ka një rregull që thotë, kush e mbyll diçka mirë, harrohen gabimet e para. Kush e mbyll diçka mirë, i harrohen gabimet e fillimit. Kush e mbyll diçka keq, i harrohen të mirat e fillimit. Dhe kështu faktikisht funksionon edhe në jetë. Pa finalizimi dhe po themi ajo se sikurorizohet e gjitha. Sikurorizohet gjë ka vlerë të madhe. Për këtë arsye, për shembull, le të shohim hadithin e parë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar natën e Kadrit. Hadithi i parë në të cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vet ka kërkuar natën e Kadrit është një hadith që profeti sallallahu alajhi wasallam ka në xhaminë e tij 30 ditë. Që do të thotë, në kërkim të natës Kadrit, pasi Zoti e fshehu natën e Kadrit, profeti alayhis salam tha, po filloj ta kërkoj.
Dhe ne idin në Ramazan në 10 ditë e para të Ramazanit në xhami. Pra ne idin në xhami, pra qëndrojnë në xhami 10 netët e para të Ramazanit. Kur mbaroi 10 netë i parë Ramazanit i vjen Xhebraili dhe i thot: "O Muhammed, është përpara nata e Kadrit, pra jo në këto 10 ditë që ti zgjodhe të rish në kërkim të natës Kadrit." Atëherë profeti alayhis salam vendosi prap vetë që të rinë në 10 netëshin e dytë. Pra duke qenë se është para, atëherë po e kërkoi në 10 netëshin e dytë. Dhe me të mbaruar 10 netëshi i dytë i qëndrimit profetit alayhis salam në xhami, pra i etikaf bëri, pejgamberi sa mendoi se duhet dalë nga xhamia se njëra nga këto 10 net duhet të ketë qenë nata e Kadrit. Me të filluar 10 netëshi i tretë, pra që është për rastin tonë sonte, i vjen Xhebraili, pra Xhebrili alayhis salam, pejgamberi alayhis salam dhe i thot: "O Muhammed, në këto ditë e ke, pra në këto 10 ditësh", dhe pejgamberi alayhis salam e ka dhënë porosin që ajo është në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, kërkojnë në netët teke apo kërkojnë në netët çifte, pra është një mobilizim total i besimtarëve që të rinë gati le të themi kësaj nate, sepse vetë profeti alayhis salam, domethënë, kanë ndejt një muaj në kërkim të natës Kadrit, pse ne, domethënë, mos të rim në kërkim të natës Kadrit në 10 ditë. Neve shumë mirë edhe mund të ishte caktuar nata e Kadrit. Mirë po, është ajo që thamë ne në fillim, ka nevojë për mobilizim total, sepse ne jemi në fund. Ne jemi drejt mbylljes edhe duhet që përkushtimi të jetë, si më thënë, maksimal, sepse ne jemi dëshmitar të faktit që edhe pse kemi qenë agjërueshëm në këto, le të themi, ditë të para, 20 ditë para, nuk është se flas për veten time, nuk është se themi kemi qenë aq perfekt, kemi qenë aq të ruajtur apo aq të mbrojtur, aq të kujdesshëm. Pra ka shumë çka mund të bëhet, mund të plotësohet, mund të ndryshohet. Vjen pikërisht ky fundi që ne të reflektojmë më shumë. Ky motivi i natës Kadrit ndoshta është një motiv shtesë ekstra që ndoshta mund të na ndryshojë të gjithëve. Për të dhënë disa këshilla praktike hosh, se si ti shfrytëzojmë këto 10 ditë sa më praktikisht. Prej porosive që ju shpesh jepni është që në këto ditë duhet shtuar adhurimi. Çfarë nuk kupton kjo? Duhet të rrimë më tepër në xhami, duhet të falemi më tepër, çfarë është më konkretisht? Atëherë, le të kthehemi tek vetë profeti alayhis salam në këtë 10 netësh apo në këtë 10 ditë. Ai si vepronte? Nëna besimtare Aisha radhiyallahu anha tregon, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam kur hynte 10 netëshi i fundit i Ramazanit bënte disa gjëra që nuk i bënte më përpara. Thotë shtrëngonte brezin e tij. Pra nuk kupton faktin që nuk përkushtohej më, le të themi, ose nuk harxhonte shumë kohë në të ngrënë dhe në të pirë. Pra shtrëngonte rripin kur i themi ne, domethënë mobilizohej. Thot paloste shtratin e tij. Le të themi shtratin jo në kuptimin që ne kemi sot, shtrat bëhet fjalë një shilte. Ka pas pejgamberi sa mbi të cilën flinte. E paloste atë. Pra nuk është koha e gjumit, është koha për sa më shumë adhurim. Ahya leylatahu, natën e kalonte të gjithën në adhurim, wa iqadha ahlahu, dhe zgjonte familjen e tij. Pra, edhe familja këtu, si thua, është një prej projekteve për të përfshirë në këtë. Mobilizoi gjithë familja, sepse ne nuk duam asnjëherë të jemi në xhenet vetëm. Ne duam të jemi në xhenet me të dashurit tonë, me familjarët tonë. Për këtë arsye, profeti alayhis salam, domethënë, zgjonte dhe familjarët e tij dhe ne faktikisht do ta bëjmë një gjë të tillë me familjarët tonë që të mobilizohemi të gjithë në adhurimin e Zotit xhelel xhelalu. Atëherë më konkretisht, sepse kjo është e përgjithshme, më konkretisht. Pra ne kemi ditën që e kalojmë në agjërim dhe ndoshta nuk i kanë të gjithë njerëzit mundësitë që të frekuentojnë xhamin apo të vinë në xhami apo gjatë ditës. Ne të mundohemi që gjatë natës, pra të mundohemi të paktën minimalisht në namazin e teravive dhe në namazin e natës të prezantojmë në xhami, sepse i dërguari Allahut alayhi salatu wasalam ka thënë, kush falet me imamin derisa të mbarojë, Zoti i jep shpërblimin sikur është falur gjithë natën. Pra ne sikur le të themi asgjë mos bëjmë në këtë 10 ditë të fundit të Ramazanit, po të vim në xhami për teravi, të vim në xhami për namazin e natës, me shpresën e Zotit kemi marr shpërblimin sikur jemi falur gjithë natën. Po kjo nuk është e mjaftueshme normalisht. Mundohemi që të shtojmë dozën e Kuranit, mundohemi që të shtojmë, për të them dozën e Kuranit, do të thonë leximin e Kuranit, pra nëse kemi lexuar për shembull të themi çdo ditë nga një xhuz, mundohemi që në xhuz do thot 20 faqe, 20 kapitull në Kur'an. Mundohemi të lexojmë më shumë. Nëse këto ditë, domethënë, kemi dhënë sadaka tek e tukt, mundohemi që në këto 10 ditë të japim më shumë sadaka, sepse mund të qellohet natë Kadri. Pra çdo ditë
ta shtojmë nga dozën e adhurimeve, sepse mund të jetë në atë kadër dhe ajo shumë fishohet. Ajo shumë fishohet. Më e vlefshme e bërë 83 vjet. Pra, sikur kjo gjëja që ne bëjmë në një këto 10 ditë, edhe këto 10 net, të jetë në atë kadri, shumë fishohet tek Zoti sikur të jetë bërë 83 vjet pa pushim. Pra, ja vlen, domethënë, siç e kemi përmendur kur kemi folur për, si më thon, për mirësitë dhe për vlerat e natës kadrit, gjë që tregon se një gjë e bërë në atë natë ja vlen, domethënë edhe njeriu duhet mendoj shpërblimin. Atëherë të shtojmë dozën e Kuranit, ne që duam gjëra konkrete, të shtojmë dozën e sadakas, pra me kuptimin të japim le të themi mundësi çdo natë. Le të shtojmë dozën e dhikrit dhe përmendjes Zotit. Pra të mundohemi të largohemi nga llafologjit, sepse është një kohë që njerëzit mundohen ta mbushin mes teravive dhe namazit natës me llafe ose me kafe apo me çaj derisa të vikohet namazit natës. Pra ti shmangim sa më tepër bisedat e panevojshme, bisedat jo produktive, të cilat shpesh mund të përfshihen pastaj edhe në përgojime, ndoshta edhe në ofendime dhe në fjalë edhe të dëmshme. Të shtojmë dozën e istighfarit, sepse ne thamë jemi koshient të faktit që nuk e kemi dhënë hakun fillimit të Ramazanit. Atëherë si mund ta zgjidhim këtë problem? Atëherë duke shtuar dozën e istighfarit, pa të themi sa më shumë estagfirullah, Zot na fal, Zot na mëshiro, siç bënte vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të mundohemi që në këtë 10 netësh të fundit të Ramazanit të jemi sa më afër shërbimit të njerëzve. Pra, dikush ka nevojë, dikush ka një hall, dikush ka një sekret, mundohemi të zgjidhim. Sepse vetë pejgamberi sa më thoshte që të zgjidh hallin dikujt është më dashur për mua se sa të rinë në xhami një muaj duke adhuruar Zotin. Pra është adhurimi i madh në ndihmë e të tjerëve, sepse shpesh mendojmë të shkputemi nga, po themi, nga njerëzit, nga nevojat që mund t'i kryejmë njerëz, sepse po themi që do qëndrojnë në xhami ose do lexoj Kur'an, edhe me njerëzit po merrem pas Ramazanit. Ju po thoni që kjo shpesh është ndoshta edhe më e vlefshme se sa qëndrimi në xhami. Njëri për shembull profeti sallallahu alajhi wasallam Abdullah ibn Abbas ka thënë 4 njerëz unë në botë nuk i shpërblej dot. Ta ka përmend një nga kategoritë, thotë një njeri i cili ka një hall dhe një siklet dhe mendon gjatë gjithë natës se kush mund t'i zgjidhë këtë hall dhe siklet. Dhe i shkon ndërmend emri im, pra emri Abdullah ibn Abbasit. Dhe vjen tek unë për t'i zgjidhë hallin dhe sikletin, thotë këtë njeri nuk mund ta shpërblej kurrë. Pra me kuptimin duke përfshirë në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që të zgjidh hallin e dikujt është më dashur për mua se sa të qëndroj në xhami, pra një muaj duke adhuruar të madhin Zot, duke adhuruar Allahun xhallahu xhallahu. Pra të mundohemi që këtë 10 netësh ta mbushim me vepra të mira, ta ngjallim me vepra të mira, me lutje, me dua, me dhikr. Po pse jo edhe duke bërë mirë, domethënë, për këtë arsye në këtë 10 netësh fundit është edhe sadakaja e fitrit. Kush nuk e ka dhënë zakatin, le ta nxjerrë në këtë 10 netësh fundit të Ramazanit. Kush ka pas ndërmend të bëjë një vepër të mirë, shumë mirë që këtë vepër të mirë pikërisht ta nxjerrë në këtë 10 netësh të fundit të Ramazanit, sepse shumë fishimi dhe mirësia dhe mundësia e arritjes natës katër është pikërisht në këto 10 net. Ndërkohë, në këto 10 net është, po themi, një proces i veçantë që nuk ndodh gjatë vitit, është ajo që quhet itikaf, pra qëndrimi për një farë kohe në xhami, si një lloj dedikimi total ndaj meditimit, ndaj adhurimit dhe ndaj lutjes. A mund të bëhet kjo pjesërisht apo duhet bërë 10 ditë të plotësisht? Atëherë në këtë 10 netësh të fundit të Ramazanit janë 3 adhurime që nuk bëhen kohë të tjera. Kemi adhurimin e namazit të natës, pra që është ai namazi plus namazet të teravive, cili bëhet bashkësi, sepse në mënyrë individuale mund të bëhet edhe jashtë Ramazanit. Po. Kemi adhurimin e etikafit, që bëhet në 10 netëshin e fundit të Ramazanit, siç ka bërë profeti alayhis salam, dhe kemi adhurimin e sadakas së fitrit. Pra janë 3 adhurime që bëhen vetëm në 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Adhurimi i namazit natës është pikërisht ai namazi plus që falin muslimanët zakonisht nga ora 1. Këtë vit kur caktuar spaku në xhamin tuaj, kur pritet të fillojë? Po ne domethënë e kemi lënë nga ora 1 deri në orën 2:30, në mënyrë që njerëzit kenë kohë të kthehen në shtëpiat e tyre, të hajnë diçka dhe pastaj të dalin për namazin e sabahut. Po xhamia, domethënë besoj se çdo xhami do të ketë njoftime do të organizojnë varësi të ritmit që kanë xhamative. Pra ky namazi, domethënë, është ai namazi që përmendim ne në hadith në Aisha radhiyallahu anha dhe zgjonte, domethënë, e falte gjithë natën dhe zgjonte familjen. Pra ideja është falja gjithë natën. Ne normalisht gjithë natën nuk falemi, por do të falemi 1 orë plus, domethënë plus namazit tonë të teravive. Pra ky është një namaz i veçantë. E këshilloni që në këtë teravi të dalim familjarisht?
bashkë me bashkëshortet ose nëse është mundësia të dalin gjithë familjarët do ishte mirë. Si më thonë, kjo është një lloj, le të themi, një lloj shëtitje adhurimi, një lloj dalje adhurimi. Besoj dhe për familjen është shumë e shëndetshme. Po, siç dalim për shembull shëtisim me familjen për të argëtuar, për të qetësuar, për të relaksuar në natyrë, te liçeni apo diku tjetër, këtu dalin familjarisht për të adhuruar Zotin dhe lënë një shije shumë të mirë, sidomos tek fëmijët, domethënë tek gjithë anëtarët e familjes. Po dalim për t'u falë, vetëm fakti që po del gjithë familja për t'u falë është diçka shumë interesante. Ky është adhurimi i parë. Adhurimi i dytë është adhurimi i sadakas fitrit. Pra sadaka e fitrit e ka kohën e vet në 10 netëshin e fundit të Ramazanit sipas organizimit që bëjnë xhamiat. Kemi adhurimin e tretë, ai që ju përmendësh, itikafi. Itikafi çfarë është? Itikafi do të thotë qëndrosh në xhami, ashtu siç qëndronte profeti alayhis salam. Normalisht kush i ka kushtet dhe kush i ka mundësitë dhe xhamiat të cilat e ofrojnë. Pra jo të gjitha xhamiat e ofrojnë apo i kanë kushtet, po disa xhamia ofrojnë dhe disa nuk e ofrojnë. Mirë do të ishte që të ofrohej si opsion, si mundësi, sepse dikush ndoshta ka nevojë të ri më shumë, si më thon, te pragu i Zotit, të presi aty, si më thon, mirësinë e Zotit, mëshirën e Tij dhe faljen e Tij. Normalisht itikafi është dy llojesh. Itikafi më i mirë është itikafi që bëhet në xhamin e Qabës, itikafi që bëhet në xhamin e Profetit alayhis salam dhe itikafi që bëhet në xhamin e Kudsit. Ndërsa itikafet e tjera janë itikafe, po nuk kanë vlerën e itikafit në këto xhamia. Itikafi, siç e thatë edhe ju, a duhet të jetë patjetër 10 ditë, pra i plot, apo mund të bëhet dhe i pjesshëm? Më saktë dhe më drejta është që itikafi mund të bëhet dhe i pjesshëm. Argumenti, një ditë Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu i thot Profetit alayhis salam, kam pas bërë thot zotim në kohën e xhahiliyetit që nëse më ndodh diçka do të ri në xhami për itikaf 3 ditë. Dhe Profeti alayhis salam tha, çoje në vend zotimin tënd. Atëherë, nga kjo kuptohet si itikafi mund të coptohet. Për shembull, unë kam kohë, për shembull, le të themi ditën të ri, shumë mirë, me që jam i lirë sot për shembull, por i gjithë ditën në xhami me niyetin e itikafit. Ky quhet itikafi i pjesshëm. Unë jam i lirë natën, për shembull, do kam bënë nga jacia deri në mëngjes të ri në xhami. Atëherë unë rri me itikaf i pjesshëm. Pra, mund të ri njeriu dhe pjesërisht dhe nuk është e thënë që patjetër të ri në 10 ditët edhe 10 netët e Ram. Itikafi fillon natën 21, pra siç jemi ne sot, dhe mbaron me faljen e sabahut ditën e Bajramit. Pra mund të rinë deri para namazit të Bajramit. Itikafi i plot, sepse itikafi i pjesëm nuk ka problem. Mund të jetë edhe nga namazi në namaz, mund të jetë 2 namaze, mund të jetë edhe më shumë. Unë për shembull do ta sugjeroja që njeriu ta provoj. Ta provoj qoftë i pjesë. Qoftë edhe një gjysmë ditë apo qoftë edhe një natë, ama të ri me duke u përmbajtur rregullat e itikafit. Të rish në itikaf nuk do të thosh që të rish me shokut në xhami të bësh muhabet. Të rish në itikaf nuk do të thotë që ta kalosh kohën në gjumë. Të rish një itikaf do të thotë që ti ta kalosh mundësisht kohën në adhurim, në lexim Kurani, në tobe istighfar, në dhikr e kështu me radhë. Një kategori e cila merr vëmendje në këto 10 ditë në fundit janë dhe familjarët ose të afërmit ose dashamirët, të cilët nuk janë më në mesin tonë. Edhe njerëzit duket sikur i merr malli më tepër në këto ditë dhe mundohen sikur çfarë mund të bëjnë për ata. Është lutja, është duaja, është sadakaja, çfarë mund të bëjmë për ta? Do të thonë, si më thon, edhe ata do të thonë të vdekurit tanë, Zoti mëshiroft, janë mbyllur regjistrat e veprave të tyre. E vetmja gjë që mund t'i mbaj gjallë, le të themi, regjistrat e veprave të tyre, apo mund t'ju bëj dobi atyre mas vdekjes janë pikërisht lutjet tona, kërkimi falje jonë, pra istighfar jonë për ata, dhënia sadakash për shpirtin e tyre, bërja e veprave të mira në emrin e tyre, pra me qëllimin që të shkojë sevapi dhe shpërblimi e tyre. Pejgamberi alayhis salam tregon, për shembull, thotë, kur dikush lutet për prindin e tij ose i kërkon falje Zotit për prindin e tij, Zoti i Madh e mëshiron dhe e fal atë njeri në atë botë dhe ja ndryshon statusin që ai ka, do të thonë në një status më të mirë. Dhe në momentin që i ndodh kjo gjë të vdekurit në botën tjetër, ai pyet, o Zot, po kjo nga më erdhi? E Zoti i thot, se biri yt në atë botë po lutet për ty, biri yt në atë botë po jep për ty, biri yt në atë botë, pra si themi ne kemi një mundësi për të pas një kontakt me të vdekurit tan, e cila është
lutja jonë, lëmosha jonë për të varfrit, po me niyetën, kjo është shumë e rëndësishme, me qëllimin që sevapi dhe shpërblimi t'i shkojë prindit ton, apo të dashurit ton, apo çdo lloj njeriu tjetër. Pra nëse ne bëjmë një vepër të mirë në këto 10 net, edhe atij i shkon shpërblimi, merrem mend për shembull, të japsh ti një sadaka në natën e Kadrit për prindin tënd, atij i shkon shpërblimi, sikur kjo sadaka është dhënë 83 vjet pa pushim. Një prej problemeve që shpesh na merr kohë, ju e thatë në fillim që të shmangim, po themi, diskutimet e panevojshme, janë rrjetet sociale. Çfarë do këshillojmë për rrjetet sociale në këto 10 neta? Do të bëjmë një riprogramim me smartphone-et tonë? Unë mendoj që po të mbylleshin në këto 10 netësh, faktikisht ajo do ishte mirë të mbylleshin që fillim të Ramazanit, po të paktën në këto 10 netësh të mbyllen. Po disa aplikacione që ndoshta nuk ka dobi për tyre. Nuk ka asnjë lloj dobie për tyre, domethënë, unë mendoj që të jetë një kohë për kushtimi, një kohë për xhirimin, një kohë lutje, një kohë, le të themi, istighfari, një kohë që ne përkushtohemi Zotit. Unë shoh, për shembull, çdo ditë, e shoh që sa herë futem në xhami, për shembull, në çdo kohë, edhe për ditë xumaje, edhe për namaz taravije, shoh që njerëzit janë shumë të angazhuar. Domethënë shumë të angazhuar, duke lexuar diçka ose parë diçka, ndërkohë që është koha e lutjes pranuar, ndërkohë që është koha e Kuranit, ndërkohë që është koha e reflektimit, domethënë po vidhet shumë, nga koha dhe jeta e njerëzve. Se paku mos na vjedhi natën e Kadrit, se ndoshta totalisht nuk mund të shkputemi, po mund të jetë pikërisht ky hajduti më i madh i mirësisë dhe shpërblimit të Kadrit. Ky 10 netësh të paktën, në këtë 10 netësh të kufizojmë ca gjëra që të lirohemi për adhurim, që të lirohemi për lutje dhe për dua dhe për reflektim. Ndërkohë, sa rëndësishme është që në këto 10 net të ushqejmë atë që ju e thoni shpesh, bindja se mëshira e Zotit është pa kufi, është e madhe, është për çdo, edhe për atë që ndoshta e ka tepruar dhe ndoshta nuk ka asnjë derë. Pra, janë një streh për çdo në një farë mënyre. Si duhet ta kemi realisht si bindje dhe si ndjenjë? I madhi Zot në një hadith qudsi ka thënë: "Ana inda dhanni abdi bi falyadhun abdi bi ma yasha." Unë jam për robin si të mendoj ai për mua. Le të mendoj robi njeriu gjithmonë, le të mendoj njeriu për mua si të doj. Pra ne, në fen ton, jemi të obliguar që të mendojmë gjithmonë më të mirën, të mendojmë gjithmonë shpresën dhe faljen dhe mëshirën. I madhi Zot humbjen e shpresës në Kur'an e trajton si gjunah të madh ose si dalje nga feja. Për këtë arsye ne themi është momenti, pra mos ja shtojmë gjunaheve tona duke menduar se Zoti kaq shumë nuk fal, ose është e tepërt ti kërkojmë tani Zotit që ta falë gjithë ato pausi ose ndoshta edhe krime që kemi bërë. Është shumë e rëndë që njeriu të mendojë se ndoshta Zoti nuk e fal. Shumë e rëndë. Innehu la yaqnatu min rahmati rabbih illa al-qawmul kafirun. Nuk i humb shpresat nga mëshira e Zotit vetëm si një që është jo besimtar. Po si ka mundësi që njeriu të mendojë se Zoti nuk mund ta falë? Nuk ka gjë të pamundur për Allahun. Sado që t'jen gjunat tona, sado që t'jen gabimet tona, sado që t'jen le themi devijimet tona, rrëshqitjet tona, nuk ka të pamundur për Allahun. Pra mjafton që njeriu t'i drejtohet Zotit dhe Zoti e fal. A nuk tha i madhi Zot në hadithin qudsi: "O njeri, nëse ti më vjen mua me gjuna dhe mëkate që kanë arrit deri në fund të qiellit, pra jo qielli i parë, por në fund të 7 qiejve, dhe ti thua, o Zot më fal, unë të fal e s'du të di për gjuna që ti ke bërë." Pra kërkimi falje, le themi do të jetë një nga gjërat. Pra do të kemi bindje këtë pjesë, pra të mos lutemi me hamendje ose të mos vim në xhami, po themi me dyshim, po të kemi bindje të fortë. Kjo do të jetë siguri që unë shkoj se Zoti ka për të fal. Duhet të jemi shumë të sigurt për këtë gjë. Unë nuk mund deklaroj se Zoti më ka fal, se kjo i takon Zotit. Ama unë shkoj me vetdijen e plotë se Zoti ka për të fal. Pra ne duhet jemi në këtë lloj koshiencë, në këtë lloj sigurie, ilm, yaqin, pra një dije e sigurt, një informacion i sigurt, se ne nuk e kemi informacion nga vetë jon. Këtë gjë na ka thënë Zoti dhe na ka thënë Profeti alayhis salam. Ne thjesht duhet ta besojmë këtë gjë. Ne thjesht duhet ta besojmë. Pra mund të jetë Ramazani një rifillim, një ristartim së paku me Zotin, një faqe e re, një ndryshim total i jetës, i përjetimit, pra mund të jetë një fillim i ri dhe i plot. Absolutisht. Për të arsye pejgamberi sa në një hadith tha: "Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabe." Lutuni Zotin duke qenë të sigurt se ta merrni.
Pra ne I kërkojmë falje Zotit duke qenë sigurt se Zoti ka për të na falë. Për këtë arsye konsiderohet muaji I Ramazanit restart siç e thatë ju, domethënë një rifillim, domethënë me Ramazanin, me shpresën e Zotit fillon çdo gjë nga fillimi. Për këtë arsye ne themi ka një shenjë për ta kuptuar si ka qenë Ramazani ynë. Si e kuptojmë mbas Ramazanit. Pra një vazhdimsi e mirë mbas Ramazanit do të thotë që Ramazani jonë ka bërë punën e vet ashtu siç duhet dhe një rikthim mbas Ramazanit, siç kemi qenë para Ramazanit do të thotë se Ramazani nuk ka bërë punën e vet ashtu siç duhet. Megjithatë ne nuk do të punojmë se çfarë do të ndodhi mbas Ramazanit, ne duhet punojmë për këtë që jemi tani. Pra ne besojmë dhe jemi shumë të sigurt dhe shumë të qetë se Zoti I Madh ka për të na falë, Zoti I Madh ka për ta mëshiruar, sepse ky është premtimi I Zotit dhe ne jemi të obliguar fetarisht të mendojmë më të mirën që na vjen prej Zotit. Ndërkohë kuptohet që në Ramazan, në 10 ditët e fundit, kryesisht në teke apo në ato që shpresohet nata e Kadrit, njeriu kupton gjithë të shkuarën e tij, gjithë gabimet e tij, gjithë paullësitë e tij, gjithë mëkatet e tij dhe shpreson shumë që këto do të falen, edhe do të fshihen mundësisht, duke mos lënë dhe gjurmë. Po ndërkohë a është ky momenti për të ndërtuar edhe një vizion mbi të ardhmen, pra pas Ramazanit, pra cili do të jetë raporti jon me Zotin, me të vërtetën, me udhëzimin, pra a duhet që këto momente të shfrytëzojmë edhe si një lloj ndoshta betimi me veten ose përcaktimi tek vetja se e ardhmja shpresohet që të jetë e konfiguruar ndryshe. Lutja më e mirë që bëhet në këtë 10 net është lutja Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pra diçka e cilësuar fikse. O Allah, ti je falës e do falin, më fal mua. Pra diçka që thuhet në këto 10 net vazhdimisht. Pse? Është ajo që ju thatë, mund të qëllojnë në atë kadri, dhe ne kemi thënë sa më shumë këtë dhe e kemi marrë bekimin e kësaj lutje, po ne duhet të jemi vazhdimisht, domethënë të edukuar për të lutur me këtë lloj lutje, sepse shumë problematika të jetës sonë janë pasojë e mëkateve dhe gjunave tona, dhe Zoti më do të na pastrojë, Zoti më do të na edukojë, Zoti më do të na sprovojë që ne të reflektojmë. Pra gjithë qëllimi kush është? Reflektimi, ajo që ju thatë, nuk si do të jemi mbas Ramazanit. Atëherë ne I kërkojmë falje Zotit. Në momentin që kërkojmë falje Zotit dhe kërkojmë falje Zotit, presupozohet që të pastrohemi, të dlirësohemi dhe të jemi ndryshe. Dhe normalisht kjo me shpresën e Zotit të bën njeriu që shumë vese le të themi apo shumë tradita të këqija që I ka pas mbas Ramazanit të jetë liruar prej tyre. Është ajo që ne tham pak më herët se si do të jemi mbas Ramazanit. Presupozohet që shumë gjëra që ne kemi pas, domethënë pjesë të jetës sonë, po faktikisht nuk janë në kënaqësi të Zotit, mbas Ramazanit I kemi hedh. Pse? Sepse kemi arritur të pavarësohemi prej tyre dhe të shijojmë kënaqësinë e Zotit në mungesë të tyre. Kështu që unë, domethënë, kam vënë re dhe kam parë shumë njerëz që kanë pas vese apo problematika të caktuara me adhurimin e Zotit I kanë harruar dhe kanë pas fuqinë dhe forcën për të dalë në një botë krejt tjetër. Edhe ne, le të themi mëkatarët, le ta shfrytëzojmë këtë kërkim falje të vazhdueshëm në këtë 10 net të shkundë Ramazanit, që mbas Ramazanit jeta jonë të jetë më ndryshe. Pra, presupozohet mbas Ramazanit mos kemi më probleme me namazin. Mos kemi probleme, le të themi, me paktën me gjunat e mëdha. Mos kemi probleme me disa, le të themi, gjëma të sjelljeve tona. Nuk duhet të kemi mbas Ramazanit, sepse presupozohet që Ramazanit ketë bërë atë punën e vet, filtrimin e vet, thjellimin e vet, ta këtë bërë më të mirë, sepse në fund fare ky është qëllimi. Çdo Ramazan këtë ka qëllim, që ne të jemi më të mirë. Se fjala devocion do thotë të jesh më I mirë në raportet e tua me Krijuesin, në raportet e tua me krijesat. Le të shpresojmë hoxh që më të mirë do bëhemi akoma pa mbaruar Ramazani, le të bëhemi të mirë që në këto 10 net të fundit, nëse akoma nuk kemi bërë të tillë. Unë falenderoj shumë për këto këshilla, këto orientime, Zoti shpërblet. Zoti shpërblet. Nërmi që këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për 10 net të fundit, folëm për Ramazanit, I cili sapo ka trokitur, sapo ka hyrë në këto ditë mund të jetë nata e Kadrit, po gjithsesi këto ditë të gjitha janë të jashtëzakonshme. Këto net kryesisht adhurimi në të xhamit do gjallërohen me prezencën e besimtarëve, është ai që quhet namazi i natës, ku në atë orë ku kryesisht në muajt e tjerë të gjithë janë në qetësi, besimtarët gjallërohen, drejtohen drejt xhamive me lutje, me namaz së përbashkët, duke kthyer në shtëpitë e tyre me shpresën se Zoti I ka falur, I ka begatuar dhe duke u kthyer edhe në qytetar më të mirë dhe më të bereqetshëm për familjen dhe vendin e tyre. Unë falenderoj që qëndruat me ne, do të jemi sërish nesër së bashku, deri atëherë kalofshi mirë.